Sikur se keni raportuar dhe ju, prej 3 ditësh situata sa vjen dhe rëndohet në këtë aks dhe bëhet penalizuese dhe izoluese jo vetëm për banorët e bashkisë Librazh dhe Prenjas, por të gjithë Juglindjen. Ndodhem këtu sot me deputetën e Qarkut Korçës Ledinën, ndodhem gjithashtu dhe me inxhinier Besnik Dervishin, përfaqësuesi i Departamentit Infrastrukturës në Partinë Demokratike, për të denoncuar situatën skandaloze në të cilët po përballen qytetarët shqiptar, të cilët duan të aksesojnë këtë aks. Kjo situatë nuk është as e papritur, as e pa paralajmëruar. Personalisht unë dhe kolegët e mi e kemi denoncuar vazhdimisht abuzimin që po bëhet me këtë situatë, duke devijuar dhe prishur rrugët ekzistuese, por duke marrë inerte pa kriter në lumin Shkumbin dhe duke bërë këtë gjendje akoma më të mjerueshme. Besoj që në situatën në cilën ndodhemi sot, nuk kemi si t'i japim më zgjidhje, nuk ka si t'i japim më zgjidhje as autoriteti rrugor shqiptar ARSH-ja, për aq kohë sa nuk ka funksionuar duke marrë masa parandaluese në ato momente kur ne i kemi bërë vazhdimisht kërkesa për parandalim të situatës. E vetmja kërkesë që unë do t'i bëja sot ARSH-s është që të bëjë një ndërhyrje emergjente në aksin Librazh, Babje, Dardh, Spathar, Otolisht, për t'i dhënë një akses sa do të vogël qytetarëve dhe për të mos e penalizuar dhe bllokuar situatën në kolaps total. Do të ftoja gjithashtu organet e drejtësisë të merrnin masat menjëhershme për kompanitë të cilat operojnë në këtë aks rrugor të korridorit të 8, por për ARSH-n si institucion përgjegjës dhe pa diskutim Belinda Ballukun për këto vjedhje galopante që po bën dhe për këto rrugë që i shkërmoqen në çdo cep të Shqipërisë nga veriu në jug. Bashkuar deputetës Qarkut Elbasanit Klodit, por edhe drejtuesit të Departamentit Infrastrukturës pranë Partisë Demokratike për të parë nga afër situatën alarmante që është krijuar pikërisht tek vendi që quhet Arat e Gurës. Në fakt kam ardhur këtu për të parë këtë situatë dhe për të parë nga afër gjendjen e krijuar për arsye sepse kjo është arteria kryesore që lidh Juglindjen e Shqipërisë me kryeqytetin e vendit, një dëm jashtëzakonisht i madh jo vetëm për Juglindjen, por edhe për Qarkun e Korçës që e përdor këtë rrugë për të zhvilluar jo vetëm përditshmërinë e tij, por edhe për ekonominë e rajonit të Juglindjes. Kjo rrugë ka shkaktuar problematika mjaft të mëdha për bizneset e Qarkut të Korçës, për pjesën e turizmit, por edhe për qytetarët që e përdorin këtë rrugë në përditshmërinë e tyre. Ndërkohë, sot është ditë e hënë, studentët duhet ishin pranë auditoreve të universitetit, por ata janë të detyruar që për të qenë në mësim të shfrytëzojnë rrugët të cilat janë të pakalueshme, madje dhe të pasigurta, por mos harrojmë që këtë rrugë e përdorin edhe njerëz që mund të shkojnë edhe të kurohen në Tiranë, të kenë probleme të ndryshme shëndetësore dhe pikërisht orët e gjata, zvaritjet nëpër akse dytësore, të cilat nuk sigurojnë një lirshmëri në këtë rrugë, por edhe nuk sigurojnë jetën e tyre, janë mjaft problematike. Sot kryeministri Rama vjen në Korçë për të inauguruar portin e dijes dhe nga një njoftim zyrtar i policisë bëjmë dije që ai do të zbresë me helikopter në Korçë, pra ai ende vazhdon të shfrytëzojë pikërisht vizitat e punës, por duke përdorur mjete luksi, kurse shqiptarët sot ropaten maleve për të arritur në vendet që ata duan të shkojnë. Rrugët e Florinta për shqiptarët mbetën rrugëve, kurse për kryeministrin Rama dhe për kabinetin e vet qeveritar dhe për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ato janë një mjet për të mbushur xhepat e tyre. Situata paraqitet kritike. Ajo që ne shpresuam që ishte një plan për shkitje deri në 6 metra, rezultoi që nuk është i tillë. Ne kemi rrëshqitje aktive. Masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj unazës sekondare nuk rezultuan efektive, kështu që aksi do të vijë të mbetet i mbyllur. Juve thatë u parashikua, po pse me parashikime ecim, nuk pati fillimisht një studim në kushtet edhe të emergjencës po ishim, sepse dje u tha që më shumë gjaz do të hapej sot. Pra, a pati një studim të mirë fillim? Atëherë unë thash që ne shpresojmë duke bazuar në analizat paraprake që patëm. Nuk ishte thjesht parashikim, por ne kishim një analizë paraprake të bazuar në 3 sondimet që u kryen, në 3 sondat, që tregonte që plani rrëshqitjes mund të ishte, por ne nuk kishim një raport final. Unë atë e thash edhe dje që ne jemi në pritje të raportit final nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar dhe
Ajo do ishte baza që ne do të veprojmë. Drejtor, Në një të tilla situatë tillë, kurse. cila do të jetë zgjidhja e së ardhmes? Zgjidhja e së ardhmes, ne po diskutojmë që do të bëjmë një rrugë alternative, pra po shikojmë të dy alternativa, qoftë ajo ekzistuese e Spathares, që është edhe përdorur deri diku nga mjetet, nga autoveturat. Ndërkohë nga një diskutim që patëm sot edhe me banorët e zonës, edhe me kryetarin e njësisë administrative,